Vetëm pak ditë më parë në qytetin e Vlorës, dy adoleshent në moshën më të bukur të jetës u nda nga kjo botë pas një aksidenti tragjik me motor, që i ndërpreu ëndrrën në mes. Por ky aksident solli në vëmendjen e të gjithëve numrin e lartë të aksidenteve rrugore, të cilat ndodhin çdo ditë në Vlorë. Rasti për qytetarët e Vlorës, të cilët sigurisht e kanë parë nëpërmjet mediave, ishte vërtet tragjik, por duhet të shërbejë sipas tyre si një këmban alarmi që të gjithë duhet të bëjmë kujdes kur drejtojmë një mjet. Për qytetarët, shqetësuese mbetet fakti që në aksidentet rrugore përfshirje të lartë kanë edhe të rinj. Sipas tyre, shumica e drejtuesve të mjeteve në timon nuk janë të edukuar me rregullat e qarkullimit rrugor. Fajtor bëjnë edhe autoshkollat, por edhe dhënien e provimeve të patentës në mënyrë abuzive, të cilat sipas tyre janë faktori kryesor përse drejtuesit qarkullojnë në kundërshtim me rregullat e qarkullimit, të cilat as nuk i dinë. Sipas qytetarëve, punë nuk bën më ashpërsim i ligjit, por kujdesi duhet të jetë në ndërgjegjen dhe vetëdijen e gjithë secilit. Po, janë shtuar edhe turistët, janë shtuar edhe njerëzit e lëvizin më shumë, detyrimisht janë shtuar. Çfarë mendon? Mendon se shtohen aksidentet nga shtimi i turistëve apo mund ndoshta të gjejnë? Po, më shumë është pakujdesia e drejtuesve, pakujdesia e popullit i lëvizjen e njerëzve të dy palëve. Nuk është vetëm turistët, po janë pakujdesshëm shumë në njerëzit. Janë të përfshirë shumë moshat e reja. Po, pra në të gjitha moshë, po kryesisht këta të rinj të shpejtësia, parakalimit dhe të gjitha që janë më të këta bëjnë edhe aksidente më shumë nga që dëgjojmë. Në atë rastin e dy të rinjve që. Po, edhe ato, pikërisht, kjo është një. Duhet të shërbeja i rast një këmban alarmi ndoshta për çift. Po, pra që duhet më shumë punë, edhe ndoftë edhe për infrastrukturën e për ato rregullat duhet të shtohen dhe të zbatohen më shumë. Mendon se e zgjidh ashpërsimin e ligjit? Po nuk zgjidhen të gjitha me ligje çdo ndoshta, po edhe me masa kështu edukative, me masa mbrojtëse, me masa tjera që të krijosh kushte që mos dosh. Aksidenteve rrugore në qytetin e Vlorës. Po, shumë. Po pse ndodhi? Po, semafore para nuk ka. Drejtimi i punës. Rrugët janë prishur. Ndërkohë në aksidentet rrugore, shohim që të rinjt ecin me shpejtësi, thyen rregullat. Ecin në pi alkolike, në droga, në të gjitha këto nuk janë, supunon truri memoria më. Kemi dhe fajin e kalimtarët që kalojmë rrugën. Dhe në vija të bara, të bën cop-copa ai, ose të jetë një femër, ajo doj ta frenojë e jep gas, të shtipi. Femrat e ngatrojnë më tepër. E ngatrojnë se femra shumë e zgjuara, po hutohet për momente i humbet të gjitha. Mendon se duhet ta ashpërsohet ligji për këto aksidente si e kemi? Me këta i duhet nuk bëhet asnjë gjë. E dëgjoj atë rastin atyre dy të rinjve që humbën jetën? Po raste ka plot, të një rast ka shumë. Po, e vërtet është, ka shumë njoftime të tilla. Pse ndodhi? Si mendon? Njerëzit janë euforik, Muhamedi. Janë tepër euforik. Se këto ndodhin më shumë te moshat e reja. Patentat si duket janë padrejtisht. Njerëzit nuk kanë përvojë. Problemet e tilla. Disa ditë më parë të dy të rinjve që humbën. Po, është vërtet. Ishte shumë e dhimbshme, po janë gjëra që ndodhin. Shumë e dhimbshme. Një këmban alarmi besoj për institucionet që duhet të reagojnë. Jo, këto janë probleme të ndërthurura me njëra tjetrën. Nuk është problemi që ka përgjegjësinë X institucion. Janë të ndërthura me njëra tjetrën, janë problematike shumë. Nuk s'mendoj se mund të ketë zgjidhje, vetëm kujdesi shoferit të jep zgjidhje problem. Duhet të rritet ndoshta edukimi për qarkullimin rrugor. Jo, kjo edukimi është e autoshkollat. Qa edukimi do marr? Do marr një i ri atje ku bën. Atë do ta marrë. Ndoshta ashpërsimi i ligjit, mendon se duhet të bëj punë. S'ma ha mendje. Rrugët janë shumë të mira. Rrugët, pse? Kemi udhëtuar në botë, rrugët janë shumë të mira dhe këtu. Kanë arritur standardet tona. Jo, ashpërsimi i ligjit, ashpërsohet, kush bën një aksident, kush ecën. Po bë aksidenti ka mbaruar çdo gjë. Ne na do qajnë edhe ne do pikëllojmë. Është kujdesi atje. Unë që kam makinën, duhet të kujdesem për veten time, për njerëzit, për tjerët. S'mendoj se është ashpërsimi i ligjit.
Numri i aksidenteve rrugore në Vlorë e ke dëgjuar edhe? Gazeta ka dhënë duke. Po. Si e vlerëson? Pse ndodhin kaq shumë aksidente? Vlora është i vetmi qytet në botë që nuk ka semafor. Po nëse do të kishe semafor të paksohesh? Edukata gjithmonë rregulli e mban atë njeriu, nuk e mban do ishin bërë 10. Mendon se duhet të ashpërsohet ligji? Po, patjetër. Po dhe fundit pak. Më falë, po unë sot vi nga Tirana. Atje në Tiranë nuk kemi shumë aksidente kështu. Më pak. Megjithëse popullsia shumë e madhe, turizm ka shumë, ndërsa për Vlorë nuk e njoh mirë. Me 10 aksidente automobilistike ndodhin çdo muaj në Vlorë, aksidente të cilat më pas përkthehen në dëme materiale, të mjeteve të përfshira, persona të lënduar dhe në shumë raste edhe viktima. Numri i lartë i aksidenteve rrugore është kthyer në shqetësim në mbar vendin, por Vlora mbetet ndërkohë një ndër qytetet me fluksin më të lartë të tyre.